Allahu ka thënë në Kur'an, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Thuaju besimtarëve që ta ruajnë shikimin e tyre dhe ta ruajnë nderin e tyre. Pra është bërë një ndëlidhje interesante ndërmjet shikimit dhe nderit. Dhe është filluar fillimisht me shikimin për të na bërë me dije se prishja e moralit nuk mund të ndodhë pa mos qenë shikimi shkak. Pra shikimi është hapi i parë drejt prishjes së moralit. Prandaj edhe është përmendur, është bërë kjo ndëlidhje në Kur'anin famadh në mënyrë që neve të na tregohet se vërtet mund të jemi të rrezikuar prej shikimit. Nga se, të nderuar vëllezër dhe motra, në terminologjinë profetike, zina, kurvërim, kat, nuk quhet thjesht vetëm akti shëmtuar i kurvërisë. Por të këtilla konsiderohen edhe ato gjërat që na çojnë drejt këtij mëkati. Për shembull shikimi, siç është vërtetuar në hadith të saktë, Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë: "El aynani zinaha an-nazar." Shikimi është kurvëria, është zinaja e syve. Pra në qoftë se shikon në gjëra të ndaluara, në femra lakurish, në gjëra që do të joshin për të keqen, atëherë dije se kjo që ke bërë është një hap i rrezikshëm drejt mëkatit final, drejt mëkatit të shëmtuar, mëkatit të zinas. Prandaj dhe në Kur'anin famadh, Allahu te bareke ve teala na nxit, na porosit që ne ta ruajmë shikimin dhe ta ruajmë nderin. Dhe është interesante se dietarët musliman kanë përmendur që ruajtja e shikimit në të vërtetë mundson depërtimin e dritës së Allahut te bareke ve teala. Në kapitullin e Nur, ajetin që neve që cituam, Allahu te bareke ve teala menjëherë pas këtyre ajeteve, respektivisht në ajetin 35, ka thënë kësaj: Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allahu është drita e qiellit dhe tokës. Shembulli i dritës së tij është sikur shembulli i një kamare në të cilën ndodhet një llam. Kanë thënë dietarët, shembulli i dritës së Zotit, me të cilën për qëllim është drita e besimit dhe drita e Kur'anit. Pra, në zemër, drita e Zotit, që nënkupton dritën e imanit dhe dritën e Kur'anit, do të depërtoj vetëm atëherë kur syri yt nuk do të shikoj në gjërat të ndaluara, nuk do të shikoj në femra lakurish, nuk do të shikoj në harame, por do të ruhet dhe në këmbim Allahu te bareke ve teala do t'i dhuroj këtë mirësi, do t'i dhuroj dritën e tij, do t'i dhuroj dritën e besimit, dritën e Kur'anit, dhe rrjedhimisht ky njeri do të jetë i ruajtur.